A e dini përse njeriu plaket më shpejt në dimër? Në këto ditë të ftohta kemi folur si duhet të mbrohemi për të shpëtuar gripit ose problemeve të tjera që sjell i ftohti, por përveç problemeve shëndetësore, dimri është shkaktar edhe i plakjes së parakohshme. Në këtë video do të mësoni për arsyet pse njeriu plaket më shpejt në dimër dhe për kujdesin që duhet të tregoni. Stresi. Për fat të keq, festat dhe pushimet e fundvitit nxisin gjithashtu dhe stresin. Nivelet e larta të stresit gjatë dimrit plakin dhe ashpërsojnë më shpejt lëkurën. Mungesa e lagështisë së ajrit i ftohti është problematik për lëkurën. Dimri arrin të prishë ekuilibrat e lëkurës dhe shkakton skuqje, ndjeshmëri të saj dhe plasaritje. Përkujdesja e munguar e lëkurës gjatë stinës së dimrit gjithashtu mund të vejë vështirësi edhe plakjen e saj. Ushqimet e gabuara, kremi kundër diellit, dushi i nxehtë, mungesa e diellit dhe mungesa e aktivitetit fizik janë disa prej arsyeve të tjera të cilat mund të çojnë edhe në plakjen e lëkurës.